Në një reagim të ashpërgjatë seancës së radhës për çështjen e njohur si plumbi i art, Erion Alibej, një nga bashkëpunëtorët e drejtësisë, i bëri apel gjykatës që të marrë masa ndaj shpifjeve të mediave që sipas tij kanë prekur jo vetëm reputacionin e tij, por edhe moralin e tij dhe të familjes së tij. Ai u shpreh shqetësuar për ndikimin që mund të kenë këto publikime në jetën e tij dhe kërkoi që nëse do të vazhdonin të shpifnin, gazetarët do të ishin të pranishëm në seanca gjyqësore dhe të përballeshin me pasojat e fjalëve të tyre. Alibej theksoi se ky reagim nuk është një kërkesë për censur, por një mënyrë për të mbrojtur dinjitetin e tij dhe të familjes. Ai gjithashtu shprehu shqetësimin se ndihma e mediave në përhapjen e këtyre pretendimeve pa verifikim ka krijuar një perceptim të gabuar për të dhe ka ndikuar negativisht në jetën e tij. Gazetarët duhet të kthejnë gishtin nga vetja përpara se të flasin për të tjerët, u shpreh ai. Përveç kësaj, në seancën e kaluar, mediat kishin pasqyruar dëshmi të pandehurit Giuliano Hoxha, i cili kishte akuzuar Alibejn për porositjen e vrasjes së Elton Kikës, njohur si Oti Elbasani, duke pretenduar se ky akt u krye për shkak të dyshimeve të Alibej për një lidhje të mundshme me gruan e tij. Ky deklarim ka bërë që akuza të marrë një përmas tjetër për shkak të natyrës së rëndë të krimit të pretenduar. Seanca që duhet të zhvillohej këtë të njëjtë u shtyp për shkak të mungesës së mbrojtësve ligjor të pandehurve dhe tani është përcaktuar për të martën. Ndërkohë, gjykata e posaçme ka vendosur pezullimin e afateve të paraburgimit për të gjithë pandehurit deri në seancën e ardhshme. Ky vendim ka ngritur shqetësime edhe për mundësinë e shtyrjes së procesit, ndërsa shumë nga palët e përfshira presin me padurim zhvillimet e ardhshme të këtij gjyqi të ndjeshëm.